Më në fund, bordi i transparencës është mbledhur dhe ka ulur çmimin e karburanteve. Nafta do të shitet jo më shumë se 203 lek në tregun me pakic, ndërsa me shumic 191 lek për litër. Ndërsa bordi i transparencës apelon për gjitha pikat e tregtimit karburanteve të respektojnë këto çmime të reja, pasi në të kundërt do të ketë masa ndëshkuese nëse do të vjen re abuzime. Mbetet për t'u parë se çfarë do të ndodhë në vijim dhe nëse do të kemi një tjetër ulje të çmimit të naftës dhe karburanteve në përgjithësi dhe se kur do të reflektohet kjo ulje. Bordi i transparencës ka vendosur uljen e çmimeve të karburanteve në vend. Sipas njoftimit zyrtar, ndryshimet vijnë pas rënies së çmimeve të benzinës dhe gazojlit në tregjet ndërkombëtare me 25 mars. Konkretisht, benzina ka shënuar ulje prej $3.35 për ton, ndërsa gazoil është ulur në $7.1 për ton. Si rrjedhoi bordi, ka përcaktuar çmimet e reja maksimale në shitje në vend. Çmimi i shitjes me pakic për gazoilin do të jetë jo më shumë se 203 lek për litër, ndërsa në shumicë jo më pak se 191 lek për litër. Çmimi i shitjes me pakic për benzinën do të jetë jo më shumë se 175 lek litri, ndërsa me shumicë jo më shumë se 163 lek litër. Në njoftim theksohet se bordi i transparencës nuk përcakton çmimin e naftës bruto, por vetëm çmimet e nënprodukteve si gazoili, benzina dhe gazi i lëngshëm, bazuar në standardet e përcaktuara në aktin normativ në fuqi. Gjithashtu bëhet e ditur se bordi cakton vetëm marzhet bruto maksimale të tregtimit, ndërsa elementë të tjerë të çmimit mbeten të pandryshueshëm. Nga vëzhgimi realizuar nga televizioni 6+1 Vlora këtë të premte, në pikat e tregtimit të karburanteve në Vlorë vije re ky reflektim, pra ulja e çmimit të karburanteve. Bordi thekson se është duke monitoruar të gjithë situatën, ndërsa në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm do të vendoset pezullimi i aktivitetit.